Franca do jetë krahasues për kapacitetin e financimit dhe për ndërmjet këtyre operatorëve të mëdhenj industriale. Ju folët. Plus de 300 millions de projets ont été déployés. Më shumë se 300 milion janë bërë tashmë. Là aussi des projets. Bëhet fjalë për projekte urgjence, për energjinë, për turizmin e qëndrueshëm dhe për rajonin e Korçës, që është djepi historik i frankofonisë në Korçë, në Shqipëri. Ne kemi vendosur këtë që nga vjeshta 2023 me të njëjtat ambicie. Përtej kësaj marrëdhënie dypaqe, ne kemi dëshuar të shkojmë dhe më larg dhe më fort. Është vendi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian që është i rëndësishëm. Dua ta rishpreh këtu bindjen e plotë që kam, që shpreha gjatë vizitës së mëparshme për ribashkimin e kontinentit evropian për të bërë ballë sfidave të përbashkëta. Shqipëria ka treguar udhën, ka bërë avancime shumë të mëdha këto kohë të fundit. Ka bërë shumë blloqe kapitujsh të negociatave. Unë kam besim ka ajo që do bëni ju dhe jam shumë i lumtur për mandatin shumë të qartë që keni pasur. Udha e Shqipërisë është shumë e qartë drejt BE-s. Reformat ambicioze që po bëni dhe pas këtyre reformave dhe këtyre blloqeve negociatash që duken shumë teknike për bashkëdhetarët tuaj, është një udhë, është aventurë që është shumë sensibël. Folëm pak mbrëm për këtë udhën europiane. Franca do jetë krahasues për të shoqëruar në këto reforma dhe për të mbrojtur dhe për të shoqëruar në mënyrë që meritat tuaja të njihen nga të gjithë dhe që agjenda të mbahet. Sepse ju do mbani agjendën tuaj dhe ne do ta mbajmë tonën. Për këtë perspektivën e 2027-s, që nuk është vetëm një perspektivë, por një realitet. Të paktën që nga fillimi i mandatit tim të parë dhe ristrukturimi i 2019-s me strategjinë franceze për Ballkanin Perëndimor. Destinacionin e këtij rajoni pra. Dhe Shqipëria tregon udhën në mënyrë të shkëlqyeshme.